Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdrojmë, i qojmë salavat e selam me pejgamberit e tij Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, zakonisht njerëzit mendojnë që vetëm ata njerëz të mëdhenj janë vetëm ata njerëz të cilët kanë pozita, kanë pasuri, kanë famë e kështu me radhë. E një ashtu edhe na në ndërdijen tonë, kur përmenet njerëzit që janë banor xhenetit, apo e kanë fitu xhenetin, me njëherë na shkon mendja të ata njerëz që vërtet kanë bërë diçka shumë të madhe, janë njoft në histori, kanë qenë dietarë të mëdhej, apo njerëz që kanë arrit suksese të mëdha që i kanë njoft historia. Mirë po, në fakt realiteti është ndryshe. Për arsye se në këtë botë vërtet ka pas njerëz që e kanë arrit xhenetin, megjithatë as nuk janë qenë të famshëm, as njohur, as nuk i ka njoft dikush që me kanë shumë nivele të larta të rrethana apo situata, madje edhe ndoshta shumë prej tyre kanë qenë njerëz të rëndëmt, edhe njerëz që janë ballavaçuar me sprova, me vështirësi të ndryshme. Pra, edhe pse ndoshta në shoqëri edhe tek njerëzit nuk kanë qenë njohur, tek Allahu i Madhërisht ata kanë pas grada të larta, edhe e kanë arrit xhenetin, edhe janë kanë prej atyre njerëzve që i ka përmend qielli, edhe nëse nuk janë përmend në tokë. Ngjarja e sodit ndërlidhet me këtë rrethana dhe me këtë që e përmenda pak më herët, dhe këtë ngjarje na e përcjellin në fakt dy njerëz që ndoshta duhet pak mi prezantu para juve. Ata janë Abdullah ibn Abbasi, që është një nga sahabët, shokët e nderuar të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, më të veçantë, konsiderohet dietari prej sahabëve. Pra, ka qenë edhe djali i Axhës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po edhe pse kur ka ndrru jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ky ka qenë i vogël, nuk ka qenë moshë të madhe, por kërkimi i diturisë, shoqërimi me sahabët e mëdhej e ka bërë që për një kohë të caktuar pastaj konsiderohet prej dietarëve të mëdhej. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dua për të që Allahu i Madhërisht më mësu fen, edhe më mësu komentimin e Kuranit. Prandaj edhe njihet si dietari më i madh i sahabëve. Gjithashtu edhe një personalitet tjetër që e ka pas emrin Ata ibn Abi Rabah. Ky nuk ka qenë sahabe, ky ka qenë tabiin. Ju e keni parasysh që është tabiini, pra ata njerëz që i kanë taku sahabët, gjenerata që i ka taku sahabët, po nuk e kanë mri me pa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra kanë lind ose kanë jetu masi që ka vdek, ka ndru jetë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E këta quhen tabiin, pra janë shoqëruar me sahabët, po nuk e kanë pas mundësinë me u shoqëruar me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Këta quhen tabiin. E Ata ibn Abi Rabah është prej tabiinëve, edhe ky është prej tabiinëve të mëdhej. Pra është konsiderohet prej dietarëve të mëdhej prej gjeneratës së tabiinëve, edhe njëkohësisht ka qenë nxënës i Abdullah ibn Abbasit. Pra e ka shoqëruar këtë sahabi të nderuar. I përmenda këta dy njerëz për arsye se ngjarja të cilën do ta përmendim prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndërlidhet me këta dy. Domthonë këta dy e përcjellin pra Abdullah ibn Abbasi prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe ngjarjen që e ka përcjell, po gjithashtu ata, pra me një fjalë është një ngjarje tjetër që i paraprin kësaj ngjarje të ardhjes të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të këtij personi, këtij njeriu që në fakt në këtë rast është një grua që ka ardhur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çfarë bëhet fjalë? Bëhet fjalë me një rast, po tregon Ata ibn Abi Rabahi, thot jam kon bashkë me Abdullah ibn Abbasin, masi që ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me një rast domthon e ka shoqëruar këtë njeri, thot jam kon me të së bashku. Tasha kanë qenë tu dal pe xhamis, anë qytet, anë rrugë, nuk përmendën specifikisht ku, po kanë qenë së bashku. Edhe thot mu drejtu Abdullah ibn Abbasi me një pyetje.
Ka thonë, o ata, apo dënë me ta tregu një njeri që është prej banorëve xhenetit. E keni parasysh pyetjen, apo dënë me ta tregu një njeri që është prej banorëve xhenetit. Edhe ataja u befasu tash, kush mundet me kon ky njeri që me kon prej banorëve xhenetit. Pra në vetvete kjo pyetje është shumë e madhe. Pra me ditë një njeri që po ecë në tokë, edhe është prej garantuar prej banorëve të xhenetit, nuk është punë e vogël. Prandaj edhe kjo ishte faktikisht një lloj habie, një lloj çudie, po gjithashtu edhe një lloj kurreshje, tash kush mundet, kush o ky alamet njeri që ka me kon prej banorëve të xhenetit, a është tu jetu hala me neve, në mesin ton, në mesin e tabinëve. Edhe sikur se këtina i ka shku menja që mundet me kon një shoqërus, një sahabi tjetër i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që Abdullah ibn Abbasi e ka pa, o zhvillu një ngjarje, pastaj edhe tash po dëm ja përcjell. E ka menu që është një sahabi i njohur, i madh, domthonjë që ka bë vepra, prandaj është prej banorëve të xhenetit. Edhe çka thot ataja, thot i thash Ibn Abbasit, po gjithsesi, kush është ai tash? Kush mundet me kon ai? Edhe po thot ataja, Abdullah ibn Abbasi ka ba me gisht, ka drejtu, ka një grua, edhe ka thonë qyre që ajo gruja e zez. Pra nuk ka qenë një gru e zez, do thot jo ku me di qëfar respekti, apo qëfar, një gru e rëndëm, një grua që me sveta mush menen, që mundë me kom pe i banorëve xhenetit. Edhe kur e ka pa ataja, u qudit, qysh, a i ka prit me kona i sahabi i madh, na i kush që vërtet ka ba vepra, edhe u qudit, meti i befasum, qysh mundet kjo me konë, kush o kjo që me konë i garantum edhe me jetun mesin tonë edhe me konë pe i banorëve të xhenetit. Atëhere, rasti i kësaj gruaje ishte se kjo ka qenë e smur. Ka qenë, duvujt faktikisht me një smundje që na sot e quajmë epilepsi. Faktikisht si ku i bjen të fikt, ku do që t'jesh, mund është me konë në shpe, mund është me konë në rrugë, ku do, pra një sprovë. Edhe, pra situata rrethana ndërlidhet me këtë sprovë. Si të qoftë, Ibn Abbasi tash për me ja tregu pse kjo është pej banorëve të xhenetit, tregon. Edhe këtu fillon hadithi i ngjarjes së ardhjes, thot me një rast që kjo gru vjen te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe i thot, o i dërguari i Zotit, unë e kam problem se vuj nga kjo smundje. Dhe kur goditem pra nga kjo kriza që e përmenim, me bjen të fikt. Kudo që tash do thot i bjen të fikt. Edhe kur të mbjen fikt, tani e hum vedijen, edhe zbulohna, i bin teshat, pra i del ndonjë pjesë e trupit që s'po ka qef, turprohet pse po ndodh kjo. Jo me vedijen me qëllimin e saj, po e keni parasysh, na ka ndodhur me pa raste të këtyne rrethanave që e hum vedijen dhe ndodh kjo. Edhe i thot, oj dërguari i Zotit, lut te Zotin në msheru prej kësaj. Se po vuj, krah smundjes, po gjithashtu edhe kjo rrethan që po i ndodh gjithmonë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk nxiton me ju përgjigj, po don me ngrit pak nivelin e më lart të kësaj kërkese që ajo po lyp. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot nëse dëshiron ti me bë sabër, me duru, atëherë e ki xhenetin. Bon durim me këtë smundje, me këtë sprovë që Allah i e ballavaçu me të, po bon durim. Sa bon durim deri sa jenë këtë jetë, bon durim edhe e ki xhenetin. Ose nëse dën, peluti Allahun e Madhreshëm edhe të shëron nga kjo smundje. Për arsye se ne e dim, lutja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk kthehej. Ishte një lutje që kur i ngritte duart, Allahu i Madhreshëm nuk ja refuzonte lutjen. Edhe me ndoni këtë situatë, vëllezër të nderuar, se cili prej neve që ndoshta kem ndonjë vështirësi, ka herë ndonjë situatë që jemi gjendje veç me dal prej asaj, si ka qenë kjo gruaja, edhe çfarë do të ishte përgjigjja e kësaj, edhe çfarë do të ishte përgjigjja jonë. Ajo ndalet edhe mendon, edhe thot, po bëj durim, po bëj sabër, edhe më mirë me fitu xhenetin. Hjekun këtë dynjë, ndoshta në një vita, 2, 3, 10, 15, sa, po sabër, edhe në fund rezultati xheneti. A krahasohet kjo arritje me diçka nga mirësitë e kësaj dynjaje.
e ajo zgjodhi xhenetin. Kjo sahabie e zgjodhi xhenetin me kompenzim, me bë sabër për atë vështërsi me cilën goditet në rrethana dhe situata ndryshme. Edhe dorëzohet, edhe fillon mu tërhek, po kthehet prap te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thotë o i dërguar i Zotit, a mundesh bile veç me lut Zotin që unë po duroj sabër, po kur të mbjen që kjo situatë e krizës edhe mbjen të fikt, që mos me zbulu ndonjë pjesë trupit. Që me mrujt Zoti që mos me mdal ndonjë pjesë trupit, se ka turp. Edhe pse nuk ka gjuna, për arsye se nuk i ndodh me qëllim, me dëshirë, po prej turpit që mos me zbulu diçka nga pjesa pjesë apo gjymtyrët e saj. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bën dua, edhe i pranohet duaja, edhe vazhdon me jetu ajo kështu. Edhe kjo është ngjarja. Pra, po e shohim se si një grua e panjohur, jo ndonjë rol në shoqni, jo dikush e famshme, jo dikush që ka bërë shumë të madhe, po çka një sprov është ballavaçuar me të, ka bërë sabër edhe e ka fitu xhenetin. Pra një grua që ndoshta nuk ka qenë e njohur në shoqni, po tek Allahu i Madhërisht në qiell është përmend edhe është bërë prej banorëve të xhenetit. Një grua që ndoshta e la anash e rahatin këtë dynjë, vetëm me fitu rahatin e botës së përjetshme. E vërtet nuk ka mundësi me u krahasu këto dy rahati kësaj jete të përkohshme në krahasim me jetës së përhershme atje. Prandaj, vërtet vëllezër të nderuar, kjo histori dhe kjo ngjarje që na përcillet neve, nuk është vetëm një histori që mund me thonë një grua ka vujt edhe kështu ka ndodhur, por është një histori që neve si musliman na mëson shumë. Mënyrën e të kuptuarit jetës së kësaj dynjaje, kuptimin e sprovës, edhe gjithashtu kuptimin e arritjes së shpërblimit tek Allahu i Madhërisht. Pra, na qet në një nivel tjetër, për arsye se shpeshherë neve na ndodh në situata, në rrethana, ose dikush prej neve, ose prej muslimanëve mundën me pas ndonjë vështërsi, ndonjë dhimbje, ndonjë smundje, ndonjë zullum apo padrejsi që po i bëhet prej dikujt vazhdimisht e sende, edhe sa jena kon vejdishëm i ngrit durt edhe me thonë, o Zot, tim ke sprovu me këtë sprovë, e unë po mundohna me bë sabër. Me bë sabër, me te i kalu edhe me menaxhu veten edhe me te i kalu në formë dhe mënyrë më të mirë për me arrit shpërblimin tonë. Po çka këtë synimi, o Zot, hiq ma qafe, hiq që këtë zullum, hiq ma këtë smundje, ose këtë synimi është qysh na mu liru për i kësaj. Ka mujt edhe kjo gruja, po thonë në vete me shku të pejgamberit, kur i ka thonë apo dënë xhenetin me bë sabër apo me të shiru, me thonë shërohna njëherë se unë bëj vepra tani e fitoj xhenetin. Se kalon një lloj opsioni m'ja bërra vetë, ashtu që kemi qef na, ose m'ja nis me kalkulu. Se na kem qef mi bë këto llogari me thonë unë pe bëj çto, e tani ku me bë vepra të mëdha shumë e apet e mri xhenetin. Po bile te heku domon që kjo sprov të më largohet. Jo, ajo kur e ka ditë që kjo vështërsi e ka pagesën, e ka shpërblimin xhenet, u kry, u pajtu me ta. Edhe kalon, se ka diskutu me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj është e rëndësishme me e kuptu këtë gjë, edhe vërtet nga kjo ngjarje vëllezër të nderuar mund të nxjerrim shumë dobi, po nalim 1, 2, 3 shpejt. E para, pozita tek Allahu i Madhërisht nuk matet me famë në tokë. Çka do të thonë me famë? Me qenë i njohur, me qenë i famshëm, me qenë njerëzit me nga mas teje, ose me të njoft, ose me bë vepra të mëdha, jo. Për arsye se kjo gruaja, që thash pak më herët, kur kush me po ose në vepra ose në punë, nuk është që ka bërë diçka të madhe, po e ka bërë një vepër që ndërlidhet me të që është e madhe, edhe prandaj edhe Allahu i Madhërisht e ka ngrit në qiell edhe e ka bërë prej banorëve të xhenetit. Prandaj vërtet shumë njerëz ndoshta neve në sy nuk na mushin synin, po ka mundësia i tek Allahu i Madhërisht me kon shumë i madh. Apo e kundërta, shumë njerëz na mujna me menu që është alamet njeri, po tek Allahu i Madhërisht nuk e ka. Për arsye se kanari te na është pozita, është fama, është pasunia,
domthon çto sene na Zoti i Madhërisëm është tjetër kanal. Po thot Allah i Madhërisëm inna akramakum indallahi atqakum. Vërtet ma i miri, ma bujari, ma fisniki te Zoti kush është? Ai i cili është i devotshëm me zemrën e tij. Prandaj po e përmend edhe këtë rast, me një rast pejgamberi sallallahu ka qenë me disa shok ulur, edhe kalon një njeri edhe thot çka mendoni kush është ky njeri? Çysh është, domthon çfarë roli apo çfarë pozite ka ky njeri tek ju? Edhe sahabët kur e kanë pa e kanë njoft. Edhe kanë thonë ky është njeri shumë i respektuar, shumë i madh. Nuk ndodh dikun me lyp çik e mos me martu. Po edhe nëse shkon mësit ose ndërmjetson dikun, mos me kthy, për arsye se ka njeri ka pozit, është i respektuar, domthon nuk ja kthejnë fjalën. Edhe nëse merr pjesë në përnaja, edhe fol këtë ngujnë. Kështu e kanë përshkruar. Edhe pejgamberi sa ka hesht. Mas një kohë ka kaluar një njeri tjetër, i varfër, i thjesht, i rëndom, ndoshta miskin. E ky ka thonë çfarë pozite ka tek ju në shoqni? Këta sahabët e kanë shikuar edhe kanë pa që një njeri që vërtet nuk është të pra miskin, i varfër, edhe ka thonë ky njeri shumë s'ka, me shku me lyp dikun qik si jep kërkush, edhe me ndërmjesu se nga kërkush, edhe me fol kërkush se bën hesap. Edhe çka thot pejgamberi sallallahu keni parasysh, çka thot? Thot për Zotin, ka po be, që ky njeri i parë është më i mirë te Allah i Madhërisëm se sa një tokë plot me njerëz, sikur sa i dyti, i pari. Ai domthon që e kanë lavdruar. Që ky njeri i dytë është më i mirë te Zoti i Madhërisëm se sa një tokë plot me njerëz, jo 100, as 10, po një tokë plot me njerëz, sikur sa ai njeri i parë. Pse? Na i kem qështu kanarët, po Zoti i Madhërisëm tjetër standarde ka, tjetër vlerësime ka. Prandaj, prap po kthejnë edhe po du me e theksu, mos e mendë që njeriu e arrin xhenetin vetëm me qëto kanarët e kësaj dynjaje, po e arrin xhenetin me diçka që ndërlidhet ndërmjet teje edhe Zotit të Madhërisëm, sikur se kjo gru. Pastaj edhe një dobi që është shumë e rëndësishme, shpeshherë neve në situatën rrethana sprovës, kur ballafaqohemi me një sprovë. Kjo dynja është botë e sprovës, e kemi përmend disa herë. Ka herë sikur se e kemi një ndjenjë që Allahu na ka harru, ose na ka braktis, ose e ki parasysh, ose thojmë pse bash mu, pse veç mu. A kur se shikojmë nga aspekti pozitiv që ka mundësi, që ajo sprove jotja, që ajo ballafaqimi joti, që ajo hjekje jotja me konë sebeb që nesër ti me konë prej xhenetlive. Pse se këshyr kështu? Pse se këshyrëm na qështu domon? Pse se shikojmë qështu rrethanën dhe situatën e ballafaqimit me sprove? Prandaj edhe Zoti i Madhërisëm po thotë, ka mundësi që ju me urrej diçka, ajo me konë e mirë për juve. Edhe kundërta, ka mundësi që ju me dasht, me pas dëshirë një sen shumë, ajo me konë e dëmshme për juve. Wallahu ya'lamu, Allahu e din kurse ju nuk e dini. Për arsye se fundin e gjërave nuk e dim. Prandaj s'bën me nxitu edhe gjithmonë me pas një mendim pozitiv ndaj Allahut të Madhërisëm, për arsye se nuk e dim dynjaja që shkon. Tek e fundit nuk është shumë e rëndësishme me thonë kushtimisht jeta kësaj dynjaje, a e ke kalu let, je knaq, apo e ke kalu vështirë dhe ke pas prova, po e rëndësishme është qysh pe ballafaqon edhe qysh pe menaxhon veten në këto rrethana. Kjo është e rëndësishme. Për arsye se ajo kalon, e mirë e keq është kalimtare. Çdo gjë që është kalimtare, domethënë nuk e ka, e rëndësishme është ajo e përjetshme. Sa ndoshta na ballafaqojmë me vështirësi shumë të mëdha, sot i kujtojmë edhe o shku, domethënë nuk na bën më përshtypje. Muj me kujtu, muj me pas, po ka kalu ajo. Po çka ka mbet për asaj është çysh e kena menaxhuar veten tonë në çat rrethon. A kena bë sabër? A kena duru? A i kena mbështet Zotit? A kena nxjerr nga goja diçka që i kena idhnu Zotin? Që kjo është shumë e rëndësishme. Se ajo kalon. Prandaj edhe kjo grua, pra ka bë sabër, ka duru, për arsye se e ka synu diçka më të lartë edhe më të rëndësishme. Edhe një dobi të fundit që duhet me përmend dhe me pas parasysh turpin e kësaj gruaje. Apo e shihni,
vëllezër të nderuar, edhe të bëjmë një krahasim me rrethanat e ditës sodit, këto vajzat edhe gratë që po zbulohen e po dalin lakurisht, ajo gruaja edhe pse ka qenë e smur, edhe pse ka qenë në ato rrethana dhe s'ka pas gjuna, prap s'ka mujt me kone qetë, me ndi veten që në qato rrethana ka mundësi me zbulu ndonjë pjesë trupit, dora, krahu ose diçka do thot, edhe i ka ardhur keq, o turpnu, i ka ardhur marrë që dikush m'ja pa i huj, m'ja pa ata, edhe pse ajo s'ka gjuna. Pra arsye se bën me qëllim. E këtu po e shohim se çfarë niveli të ahlakut edhe të moralit duhet me pas një besimtare e cila synon me arrit kënaqësinë e Allahut të Madhërisëm. Prandaj vërtet nga kjo ngjarje po kuptojmë se si kjo gruaja ka ardhur për shërim te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka ngrit nivelin e kërkesës së asaj dikun tjetër, e ka orientu që ajo me njëherë ka kuptu, e ka kap, edhe e ka pranu, edhe e ka fitu xhenetin, edhe e orientoi për një kompenzim edhe shpërblim përjetshëm. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ju nderoft.